Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare pak ditë më parë ka publikuar raportin nëntmujor për fondet private të pensioneve, ku konfirmoi se tregu ka vijuar rritjen e qëndrueshme gjatë këtij viti. Në këtë panoramë pozitive, Sigal Invest mban sërish vendin e parë në tregun e pensioneve private, duke kryesuar në vlerën neto të aseteve të administruara. Sipas të dhënave të AMF-s, aktualisht në vend operojnë 7 fonde pensioni dhe vlera totale e tregut ka shënuar rritje të ndjeshme krahasuar me një vit më parë. Sigal Max Pension rritet më tej duke arritur në 17.791 antar dhe një vlerë neto asetesh prej 3.52 miliard lekësh, ndërsa Sigal Pro Pension ka 633 antar dhe 60.6 milion lekë asete neto. Në total, fondi Sigal zotëron 37.99% të vlerës neto të aseteve të tregut, ndërsa Sigal Pro mban 0.65%. Rritja e besimit të klientëve, administrimi i kujdesshëm dhe normat e qëndrueshme të kthimit janë thelbësore për këtë pozicionim. Si pjesë e Sigal Insurance Group edhe fondi i pensioneve në Sigal Invest i përgjigjet të njëjtës filozofi, me kompaninë më të madhe dhe më të besuar të sigurimeve në rajon.